Në këtë botë, të gjithë jemi vizitorë të përkohshëm. Vijim dhe ikim vetëm. Por rruga që përshkojmë është ajo që bën diferencën. Askush nuk do që të jeti vetëm në këtë rrugtim jetësor dhe për një premtim të tillë ndaj një personi shumë të dashur, kanë ardhur sot në studio 3 motra: Lindita, Teuta dhe Enkeleda. Mirë se vini. Mirë se ju gjetëm, zote Ardit. Si jeni? Faleminderit, gjithashtu. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Urdhroni. Sa bukur t'ju shosh të treja. Të prezantojmë për publiku kush është kush. Po, unë jam Lindita, motra e madhe. Teuta, motra e tretë. Unë jam Enkeleda, motra e fundit e pesta. Tani ta fillojmë nga Teuta. Po. Sepse më duket se ty të dola në ëndër. Po. Për këtë jam sot këtu me fjalë. Kam ja një vit e sa që kam dash t'i bëj motrës një surprizë. Po mendoja si t'ja bëj, qysh t'ja bëj. Me fjalë nga gjithë mënyrat mendoja. Por një ditë bukur, shumë shpejto, më del mami në ëndër. Mami ka 15 vite që ka ndruar jetë dhe nuk i kisha parë as një dite me fytyrë nga përpara. Dhe mami ishte ke kuzhina, ke një divan, motra tjetër ke divani tjetër, unë isha ke dera, bjen zilja, edhe e hap. Kur shikoj, vjen ti, zoti Ardit, kërcimtarët, muzikantët, të gjithë. Edhe ngella kështu, i the mami, ma, pse ke lajmëruar ti? Jo, tha, unë se kam bërë, tha, mos e ka bërë ti. Jo, i thash, unë s'kam lajmëruar njëri, i thash. Meret mami duke folur me juve, me motrën, duke u qeshur, duke u gëzuar, duke kërcyer. I thash mamit, ma, prit një sekond. Arditi thashun, a dalim i qik për jashtë, a bëjmë një foto bashk dhe pastaj futemi brënda? Dalim për jashtë, a bëjmë nga një foto dhe vim brënda. Kur shofu s'kishte as njeri, edhe ëndra më del. Dhe del me atë gëzimin e madh me fjalë që unë e kisha në shpirt, me fjalë që zërin e mamit dhe buzëqeshjen e mamit. Të nesër në mëngjes, marr motrat në telefon dhe i them këtu, i thash kam parë mami në ëndër. Unë do t'ja realizoj Irmës se s'bën, i thashun shumë shpejto këtë ëndër, me fjalë që edhe mami e pas ka ndjerë në shpirtin tim. Me fjalë u kënaqja shumë, me fjalë që neve sot do ta bim atë se shpirti dhe zemra është vetëm për atë. Tani ju thatë që keni ardhur për motrën dhe motra quhet? Irma. Motra e madhe, do më tregosh pak për Irmën? Po, patjetër. Irma ka lindë në vitin 1966. Është motra e 4-ta e jona. Lindi një fëmijë shumë i bukur, shumë e shëndetshme shumë. Për një vit kaloi shumë mirë, pa probleme. Aso kohë bëheshin vaksinat e rrallës nëpër shtëpia. Dhe vinë ato të konsultores dhe i bëjnë vaksinën. Kush ndodhej në shtëpi në atë moment? Ishte vetëm gjyshrit. Rinim atëre me gjyshrit edhe me prindrit, po mami dhe babi ishin në punë. Ishin në punë? Po. Dhe i bëjmë vaksinën, pa e kontrolluar, mbas edhe ato pa dashe dhe gjyshja nuk e dinte. Irma ka pas temperaturë, i bëjmë vaksinën dhe i për një temperaturë më e lartë. Dhe më vonë, vjen mami, vjen babi, shiko për temperaturën, nuk i zbriste, ndejti 2 ditë, erën të konsultores prapë. Bëm që bëm e quam në spital KQSOT-ja. Bëm përpjekje të papara, ishte e pa mundur që Irmës të zbriste temperatura. Doktorët rekomanduan që ta çonin në sanatorium. Në momentin që bëm vizita doktorat, konstatuan që Irma kishte kaluar meningjit, atëre quheshe meningjit tepërkular, nga më të vështirat. Dhe i thanë mamit, dëgjoj, kjo ka një vështërsi shumë të madhe në jetë. Do një përpjekje shumë të madhe. Mirë po na duhet dhe ndihma juaj. Duhet të rrinte një njeri aty akoma, ishte dhe me gjip, pinte qumësht. Dhe mami detyroheshe të rrinte në spital me motrën. Ndërkohë, ne jetonim me gjyshrit në shtëpi, na ndihmonin gjyshrit, si bën gjyshrit sot, si qemi dhe ne sot gjyshër. Vitet kalonin, Irma ishte akoma në spital. Sa vite kaluan? 7 vite. Në spital? Në sanatorium.
Irma as nuk reagonte, nuk fliste, nuk hecte se vitet kalonin. Me kalimin e kohës morëm një shtëpi. Në shtëpi do ishim vetëm. Irma vazhdonte akoma e smur se mami e ndërpreu punën, nuk shkonte më në punë. Ishim me babin. Babi një punëtor i dalluar, me profesion marangoz, merresh edhe me sport. Ishte me qitje. Ka përfaqësuar dhe Shqipëri në shumë vende të botës. Po, në shumë vende të botës. Në shumë vende të botës. Dhe bëheshin disa privilegje, mund të them, për punë ilaçesh. Në atë kohë e lejonin babi që sillte ca ilaçe, që Irma të përmirësoheshe të paktën të hecte dhe të fliste, se e kishte të pamundur. Në shtëpinë e re që morëm, më ra një barë tjetër e madhe. Duhet merresha me motrat, se mami ishte me Irmën. Ishte e pamundur ajo, se duhet ta mësonte, të hecte, të fliste, për çdo gjë, si një fëmijë i vogël, pavarësisht. Në shkollë e çonin? Po, në moshën 8 vjeç, Irma e çuam ke shkolla Luiq Gurakuqi. Atëre ka filluar të heci edhe të flasi. Për herë të parë ka ecur në moshën 8 vjeç, a? 8 vjeç. Po, mami dhe babi, sidomos mami, se babi ishte me këto aktivitetet e sportit, po dhe babi gjithashtu, kam bërë një përpjekje më Zoti ardit që thonë të gjithë që prindrit janë heroj. Unë mendoj se ishin jo heroj, po hekur të pathyer. Një sakrificë të papar. Një luftë me shpirtin që unë sot them e vështirë që ta bëj unë edhe mbasi në një tjetër. Tepër e vështirë ishte. Mirë, po gjëja më e bukur tek ne ardit ishte se edukatën që na dhanë ato prindër na lanë kështu të mbledhur, të qeshur, pa dhënë sinjal ose kështu ke njerëzit e tjerë që ne vërtet kemi një motor të smur dhe kemi këto probleme, po nuk e merrte vesh dot njëri që ne kishim ose nuk kishim në shtëpi. Vetëm nga dashuria që na dhanë ato prindër, nga edukata që na dhanë. Dhe Irma ishte si një kristal për prindrit. E kishin futur në një në kupator ose një kristal dhe Irma nuk duhet prekeshe. Dhe para se të disnin prindrit, mami sidomos, se mami iku e para nga jeta, e lasi amanet kush do ta mbaj Irmën. I pyti motrat e tjera, ishte dhe Irma në të kohë aty, edhe i tha Irma me këtë do rishti. Unë tha do rri vetëm me Linditën. Edhe motrat e tjera i dua, tha, po duhet rri vetëm me Linditën, tha. Dhe ti e mori në shtëpi? E mora në shtëpi. Unë faktikisht jo e mora në shtëpi, po ika nga shtëpia ime dhe shkova se të jetoja dhe me Irmën dhe me babin. Po bashkëshorti? Bashkë me bashkëshortit. Faleminderit Ardit që e sollët, që i jap një falënderim nga zemra, nga shpirti, që ai ka qenë në krahun tim në çdo hap. Ai është vlla jon. Jo burr motre, po e kemi vlla. Unë tha do jem në krahun tata për çdo vendim që do marrësh ti, tha, për Irmën, tha. Dhe kështu u bë. Shkova te shtëpia e prindërve, jetova dhe me babain, jetoi dhe babai 5 vite, ndroi dhe ai jetë, sot jetoj me Irmën, me bashkëshortin edhe unë. Irma mendoj se është një forcë shumë e madhe për ne të gjithë motrat. Se Irma na mbledh, ajo nuk e thot, po ne nga dashuria, nga dhimbshuria që kemi për Irmën që sot nuk ka kriju familje, na mbledh Irma për ditëlindje. Qofse Irma do ketë një ditëlindje, qofse kur bëjnë këto festat e vitit të ri, qoftë Bajrami, qoftë Pashka, se sot festojnë të gjithë festat, ne Irma na mbledh gjithve. Për Irmën mblidhemi të gjithë, vjen motra nga Italia, vjen ajo e Francës. Teuta jeton në Itali? Motra. Jo, jam unë që jetoj në Itali. A, Kela. Keleda. Unë jetoj kënë Dhe mblidhemi të gjithë nga dashuria, nga respekti dhe nga Irma që e kemi, e smur mund të them akoma se pengesa e Irmës është nuk mundet Irma që të shprehet. Në qoftë se do të tregoj diçka Irma, mund të thot vetëm si je, çfarë bën Irma, mirë. Do të tregoj një diçka, po e ka tepër të vështirë. Kjo është smundja që e ka lënë Irmën. Dhe mua më vjen jo keq,
po them të përmbyset bota, unë do jetoj shumë vetëm për Irmën. Ajo ka dhe një, jo frikë mund të them. Kur smuemi në motrat, unë e para, të uta, që kemi këto gripet, viroset, tensionet që na kapin, se të moshës i kemi. Ajo dhëtë, aman, mos disni se me këtë do mleni mua. Dhe shpirtin ja për Irmën. Unë nuk kam lënë vënd pa e që Irmën. Flasim për Shqipërinë. Në futbol, si i pëlqen futbolli e qoj. Ke stadiumi Albania e kam qoar. Te stadiumi Dinamo, po. Në teatr, po. Te teatri kuklave e qoj. I marë ca të gjambo një vajzë që është 60 vjeç sot. Dhe ka qef që të ngjyrosi. Është dëshira më e madhe Irmës. I marë bojra. I kemi marë televizorin në dhomën e saj. Pastaj edhe motrat e tjera, edhe motra e Italisë, edhe e Francës, e marrin pushimet e verës, e shëtisin, nuk ka lënë vënd, sa që unë mendoj që nuk i kam pa ato vënde, dhe Irma po. E mbajnë jashtë se afër, jo vetëm unë. Po kur lindi Irma, kella u bë xhelose pak? U bë. U bë shumë atje. Unë jam e vogla dhe nuk kuptoja. Shumë gjëra si kuptoja. E thosha si ka mundësi që prindit ka një përkujdesje më të madhe për Irmën dhe jo për mua që jam më e vogël. Atë që mendoja si fëmijë e vogël. Pastaj kur filluan të kalonin vitet, kuptoja që motra ime ishte speçale. Unë isha me fat që kisha një motër speçale në shtëpinë time. Dhe kur këto u larguan, shkuan nëpër familjet e tyre, u bëra unë motra madhe e Irmës. Isha unë ajo që u përkujdesja për Irmën. Në që të do shkoshim dhe në kinema, i thosha, ajtë të dikim kinema sot. U bëshim gati të dyja, dildim. Ishte ajo që të më qonte mua, po u bëra unë që qosha Irmën, edhe isha shumë e lumtur. Vit për vit e marrë në shtëpinë time, në Itali, gjithë verën e kalojmë bashkë. Fëmijët e mi me zi e presin që të viteze Irma, i blenë, si thot, i blenë bojrat, me zi e presin. Kur dalin nga puna, i thonë, teze, ku do të shkosh sot? Qa akulloret pëlqen sot që të hasi, i pëlqen dhe akulloret. Edhe thot, në qofë si jeni të lodhur, thot, jo. Edhe ullet për një cepe dhe pret që do dalim, apo vës do dalim, të rritëm, jo, do dilni me lukën dhe me rritën. Biles, Irma, i ka vën djalit, tim i ka vën emrin, isha shtatzane, edhe më merë në telefon, mami dhe babi më pyesin si janë, edhe më tha, po emrin, sa që kishte mundësi me thonë. Thash, doja vi Davide, mu më pëlqen Luka, unë drua, thash, Luka, nuk kam o Davide. Edhe emri i qunit ngeli Luka se e tha Irma. Thash, Irma është ligjë emri jotë. Kështu Irma. Babaj kishte një ëndër, ishte një sportist shumë i njohur. Edhe një kohë vendosi që talente sportin, se mami ishte shumë e lodhur. Dhe mami i tha, jo, ti tha do vazhdosh ëndrën tënde. Dhe e mbajnë mend këto llafe dhe nuk do e harroj kurrë. Babajnë, kur e morë një intervist, tha, unë tha nuk jam kampion i Ballkanit ose i Shqipërisë, është gruaja ime, tha. Fala është vetëm e gruas time, që unë sot e jam kampion. Është... Irmës i pëlqen shumë, kur qojt në mëngjes, e ka të domosdoshme të pi një macchiato. Macchiaton e pim vetëm në mëngjes? Në mëngjes dhe mbas dite. Edhe mbas dite, në mëngjes dhe mbas dite. Është kjo koha tani për një macchiato? Po. Po mirë, se unë kam një staf të mrekullueshëm dhe të shpejt, që mund të bëjnë gati një macchiato. E pin shumë. Me shoqëron me ndonjë gjë? Me ujë dhe me briosh, po kam përshtypjen se tani brioshi nuk e ansësh koha jo e drekës. E drekës. Ja, po ne kemi bono, kështu që e kemi me nëndë shije, po përfitoj. Si do të pëlqente? Me lajthi, me çokoladë, me mjakatarë, me krem, me pistakjo? Në Itali e pëlqen me chantilly, krem chantilly. Ajo i pëlqen. Okej. Atëre, çuna ju lutem një macchiato dhe një brioche me pistakjo. Dhe një gotuj. Dhe një gotuj, patjetër gotën e ka gati, se shon në vendin që është. Sigurisht do dim nëse ka ardhur apo jo, por le të ndjekim momentin kur ne kemi çuar mesazh. Okej.
Jemi gati për të përcjell mesazhe zonja Sirma. Di që ajo i ndjek shumë programi dhe shpresoj se dhe e mirëpres ftesën për të ardhur në studio. Ndaj me shumë kënaqësi, po shkoj të takoj. Përshëndetje, ndjes për shqetësim, besoj ju jeni zonja Irma? Po. Gëzojmi, unë jam Katerina dhe vin nga rubrika Ka një mesazh për ty në televizion Klan. Unë sot kam ardhur këtu për të them që në telefonin juaj kam pritur një mesazh. Po. A mund të lexoni? E dashur Irma, të dielën ju ftojmë në programin e Diela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Ju faleminderit shumë. Shpirti madh. Ajo nuk e di që jeni ju sot këtu. Jo, nuk. Sidomos për Kelën që është ardhur nga Italia. Absolutisht. Jo. Të ka takuar akoma Kela, jo? Jo, absolutisht. I themi neve kush të ka pru, jo po Landi, jo po Toni, jo... Për çunat e mi. Mirë, pyesim Katjan. Irma është gati? Ardit, me shumë kënaqësi duhet të them që zonja Irma është sot me ne në studio dhe le ta presim ashtu siç dim ne. Mirë se vjen. Misë Jeta, Të pres me një macchiato dhe me një brioche. faleminderit. Urdhëro. Urdhëro kafen, Faleminderit. të lutem. A mund të lini këtu. Okay. Edhe brioshin, se mora vesh që e do me krem. Po, E keme faleminderit. pistakjo. Ok, asistentët më ndihmojnë. Faleminderit. Ok. Mirë se na erdhe. Misë Jeta, Si e? mirë. Do të ta pish tani kafen apo më pas? Më pas. E ke parë programin Ka një mesazh për ty? Po, Të pëlqen? shumë. Unë di që të pëlqen edhe sporti. Po, Unë jam me Partizani. Ti me kë je? me Tiranë. Okay. Ka në një këtu me Tiranën? Po, pas ka me Tiranën këtu. Kush mendon që të ka ftuar sot? Nuk e di? Ja se di. Do ta shohim së bashku? Po. Ja ta shohim aty. E kemi përballë, e ndjekim bashku. Po. Motra ime. Motra jote? Motra ime. Vetëm një ke? Ja kam edhe tjetër. Ke dhe një tjetër, ndoshta është dhe ndonjë tjetër? Ke akoma? Kam. Ha ta shohim mos është dhe tjetra. Shpirti vogël. Janë 3 motrat e tua të dashura. Kanë një mesazh për ty, do ta dëgjojmë. Po. Urdhëroni motra. Irma, shpirt e bukura ime, zemra ime jeti. Po. Ti e di se sa të dua. Tani e duam Sa edhe për ne, zemër ha? të Sa për kam. ti e një, e duam edhe ne tani. Sa për zemrë të ka motra. Dëgjoj motrën këtu. Ti gjithmonë ke frikë me motrën. Kur ne smuremi. Edhe thua, aman të lutem Lindita, mos u smur, mos u bëj keq. Me këtë do rri unë. Na ke plot me zemrën. Më ke mua, ke te utën, ke Arianën, që është në pra, ke Inkeledën. Na ke të gjithave. Ti e simboli jonë me motrën. Ti na mbledh neve. Po. Në saj te e mblidhemi ne. Të duam shpirti motrës. Edhe unë. Të duam shumë Të e duam gjithë shumë, shpirt. Irma. Je jeta jonë. Je jeta jonë. As njërë mos kish frikë. Jo. Ti është e fort, ti jemi është e të- lumtur,
Na ke neve. Mirë shpirt. Po, Ti e pika jone e dobët. Të dua shumë, Irma. edhe unë. I falemnderit shumë. O shpirti, O shpirti. o zemra ime ti. Jo du më zemër shumë. O shpirti motrës. Të dua dhe unë shumë shpirti im. Nuk do të Shumë lejmë të du. kur vetëm, kur. Derisa të kem frymën, do të maj motra jote. Okej? Okej. Ti e di. Sa herë shkon ke kalendari, si thua, edhe sa ditë kanë ngelur, që do nisem, me zi po të presin Luka dhe Rita. Po, Kur do shkojnë në Itali? E din ajo datën, Me sa datë do se vishte? ja kam pre biletën. Me 20. me 21 korrekt. Të ka marrë malli për motrën? Po, Do t'i përqafojmë? po. Urdhëroni, na u bashkoni. Zemra ime. Shpirti më përshtat. Të dua shumë. Ka për shpirt, ka për zemër, ka për dritë, ka për jetë. Të dua shumë. Shpirt. Të dua shumë. Edhe unë. Shkrimi. Mirë. Naqe, të pëlqeu. Të pëlqeu. Qerda. O zemra ime. Shpirt në motrës. Shpirt. Urdhëroni. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Në veçanti zotit Ardit, Stafit, stafit juaj, të përkryer. klanit, publiku të dashur dhe të bukur, vajzave mbrapa që na rregulluan astolin, Joni Peçit, të gjithë kameramanëve që janë këtu se bënë një punë të mrekullueshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E japim dhe- Vajzës që erdhi i dha mesazhin, e falenderoj. Të japim dhe faleminderit. një mesazh dashurie. Patjetër. Dashuria shëron plag. Duani njëri tjetrin sa jemi, se dashuria është falas. Irma. U Irma. kënaqe? Kush mungon? Kush Kush na mungon? mungon? Nga mot. Ariana. Ne nuk Ariana arriti na do të mungon. vi. Puse Arianën. Opa. Të duam shumë Ariana. Të duam shumë Ariana. Mirë, ja ku janë numrat e telefonit, jeni duke I parë, na shkruani, ju presim. Tani do të na falni se unë do t'i përzgjedh. E pi me sheqer apo pa sheqer kafen? E me një sheqer. Me një sheqer. Ta kam bërë gati eja që Pim kafe. Për hajde, ne do pim kafe. Bye. Miru pafshim. Pafshim. Miru pafshim.